e Orit. Kalojmë nga konferenca e Orit dhe ikim tek poezia e Ramadan Reka. Tham Kosovë. Kosova ime dashur, sa shumë që ke vujt. Kur Kosova ishte në robri, e na sundon të shkau i zi. Na i helmon të thmit në përshkolla, e na i bike edhe ushtart në arkivola. Kosova ime, shumë ke vujt e shumë ke jek, por zemrën le do të shërojmë, do del Shqipja të fluturue, me një emër që e bota ka me ndëgjue. Po pysin bota, po bojnë çudi, ka dul ky emën i ri. Ka të ranë, po pysin bota, kush është po thojnë Ibrahim Rugova. Na ka dal nga zemra e Kosovës, e ka vendlindjen bjesë Rugovës. Ta dit burri thot e ka, kur Kosovën mës me lanë në shka. Kosova ime, burri është trimi malë, e mban shallën ku që zi, e i pres shkijet nga ne, ndalën shkijet të mendue, ku fartrimi ka qëllue. Burri ut e zemër bardh, nuk të nervozohet aj me fjallë. Aj din se s'ka flet, vetëm për Kosovën e flet vërtet. Edhe bota e ka kuptue. Bill Clintoni e pas kaftue. E në Amerikë, kur ka shku, Bill Clintoni ka përqafu. I a dha dorën me plot mirësi. Zemër Shqipe, zemër bardh, mirë se erdhe vlla shqiptar. E mori e të shtëpia e ka qu, me gru e thmi e ka njoftu. A ka gjë ma knesi, kur Ibrahim Rugova është numër ne. Sa shumë dhesa pat bota. As nja, bilet e shtëpia nuk i qoj, po vetëm shtëpinë e bardha ta i mbaj. E Rugovën si trim dahi, e qoj të gruja e qoj të thmit, me të gjithë e ka njoftue, se kjo është Shqipja që mund me fleturue. Një dit qanë të qieli, dritët edhe toka, se ndra jetë Ibrahim Rugova, qanë në fëmija ndjet, se kësi trimi mos linë për jetë, na i ka pru a i lirim, edhe në Kosovë pavarësi. Shkojmë të vorë e vizitojmë. Qajnë për babën tonë. Babë qëtë babë Rugova, ty të ka babë krejtë Kosova. Kjo ishte. Që në bërë me lotë për mikë, në bërë të qaj me lotë. Unë mendova se të dalë të shfarë me bukur, për ja, nuk po provoj fare. Nuk të tentoj e se s'kam ku të shkoj, du të përshafoj realitetin, jemi në kullueshëm. Kaq. Falinderit. Atëherë në drejtësia. Populli kërkon liri. Shpirtat kërkojnë drejtësi. Por mbrenda në ka hi një sherp, një dreq i zi. S'na lën drejtësin o vlla. Gjithmonë në shkelin në shkah. Pse të nes punën drejtësia? Pse vlla, si hapsin qeveria, ata duhet me mendue. Për e qka luftartë kanë luftue, për të pas liri e drejtësi, për këto pehupin për pak pasuri. Vetëm pak më pasurue, se ka dert Kosova se dënë me shkue. Qanë Kosova, qanë për jetë, aman drejtësi e vërtet. Ku janë dëshmorët që janë vra, që e deshtën lirien pra? Sa ta as shpirtin e vetë se deshtën sa lirien e vërtet. Se me pasda shpirtin o shokët e mi, nuk ishin vra për liri. Pa ta vetën e kanë sakrifu, vetëm lirin me nëj prunë.
ku je drejtësi e pës, por nuk përgjigjet, sepse lakmia na i qërrej syt, e drejtësi nuk ka për ditë. Deri kur do të vuajmë, deri kur do të qajmë. Ata lakmiqarët në qafë do të na marrin për sëri. Ju lutem, vëllezër dhe motra, hapni e pani 4 sy. Mos i lëni ata neve me na shkatërrue, po ta marrin drejtësinë dhe vetëm me drejtue. Ta gjajmë një njeri me zemër si Luan, që e ka zemrën si Adem Jashari i thojnë. Ashtu duhet jemi, ashtu duhet punojmë, atëherë drejtësien dhe Kosovën e fitojmë. Kjo ishte. Bravo Dani, bravo, jemi mrekullueshëm Dani. Po Dani me këto dy poezitë e bukura ke krijuar, ke reflektuar bukur dhe na ke nxitur që të mbajmë akoma tek poezitë. Mirë, por prap do jesh këtu me poezi. Ke për të përsëritur të këtu që janë duhet kanë ardhur shumë komente, vetëm pak. Kanë ardhur shumë komente për ty plot. Shpresa tha që thotë të lumt. Bravo Ramadan Reka, Sofia Kadriu, bravo Ramadan Reka. Shpresa tha që të lumt goja Ramadan Reka. Linda Demaku, respekt Ramadan Reka. Akoma gjithnjë ke faktikisht gjithnjë, po jo gjithmonë, po gjithnjë. Gjithnjë ke përshëndetje dhe fjalë të bukura, komplimente për interpretimit e poezive që ke sjellur. Faleminderit, kështu që unë i përshëndes nga thellësia e zemrës gjithë ata që japin komente, japin shkrime të bukura, jo vetëm për mua, po për të gjithë dëgjues. Kështu kam qefën që jemi të bashkuar, jemi të vllaznuar, se kur japni fjalë të mira për njëri tjetrin edhe bashkohemi, se kështu bëhet bashkimi. Bashkimi nuk bëhet me sharje, me thirrje, po vetëm me dashuri, me lumturi edhe me shkrime të mira. A vetëm me fjalë të bukura bashkimi kombëtar bëhet apo si është fjala? S'po kuptoj, nuk po kuptoj. Bashkimi bëhet me dashuri, me dashje një tjetrin. Po ke fjalën në fjalë, vetëm me fjalë. Jo me fjalë, po me vepra. Me po. fjalë më dhon secillit. Ku ta di vëlla, mendova, më fal për pyetje që ta bëra se do të provokative. Ka problem, po unë gjithmonë tham se njerin ja e du me zemër, ja se duhet, se nuk e du për politikë t'ja rrej shpinën, nëse ma shpinë të foli keq apo diçka, po njerin kur e du me zemër, edhe mo as nuk plas keq, po edhe mbroj, se nuk është vetëm me asi, po du të me mbroj. Bravo, Dani, je i këndshëm, mos haro. Më falë për pyetje që të bëra. Unë për këtë jam, për të bërë pyetje. S'ka problem. Si me quajte në formë private Goli, si thek gjapri, dhëmbë, diçka nga trove, po se kuptova mirë. Ma spjego pak më mirë. A Dani? Po këshire unë thash se Gorni është sikur gjartni, që gjartni se një sheh kom të ashtu o Gornit. Fletura t'jom në thonë t'jem këta nuk i shihën kom të as Gornit, ka se dhe më thonë është Gorni një njeri mirë, një zemër bardhë dhe dhe më thonë gjithmonë e shprej atë dashurien që e ka në zemër. Jo vetëm me qitë me fjallë, se me fjallë mu me qitë loj, po ta dash zemra se në qëtë një fjallë tamëll. Ashtu dhe është, po. E thamë loti i një nane. Pik loti i kush se kupton. Nana qanë, por nuk të regon. Ajo mërzitët në vetëmi, zemra i digjet si kur qeri. E pysin, pse po qanë? Nana thot, kam një hal. E kam një hal, një derë të zi. E kam djalin, mërgin qarë. Zemra prej barkut dënë me mdalë. Sytë e mi mu kanë qërrue. U bon 3 vjetë, pa e shique. Ajo është të zilë, s'po mu në arë, se di nënë, atë të gjetë gjallë. Digjet e shkretës si vulkan. Zjarin dhe lotin, në zemrin banë.
shtrëngohet nana me vështërsi. Mos ti mërzit edhe tjerë të fëmijë. Ata e shiqojnë drejt në sy. Nën të lutem çka ki ti. Pse disi nuk po flet, po rrin vetvete edhe hesht. Nëna qante në vetmi. Unë po digjem, po du më shkrim. Jam plak e jam qëto rrug. S'muna djalin me shiqu. Pas 7 mujve, lajnë si. Nëna e shkrejt, ko ka ngrim. Edhe shpirt, pas ka dhon, pa ja dhon, halalin djalit japa. Por me sy, ajo, lot ka mbet. Ai lot është amanet. Tjerve fmi me ju tregue, thoj djalit, nëna halal ta ka marrue. Kjo ishte loti një nëne. Respekt tani, loti i një nëne. Wow, sa bukur. Bukur, emocionuese. Dhe ke përpërshetur DK, une kam betur dhe 18 minuta tek emisioni për të mbaruar se ashtu kam premtuar gjenorën një dhe shpejt kanë ikur minutat, nuk e di pse po ikën shpejt minutat, por besoj që nesër mbrëma apo sot mbrëma do bëhet debati dhe pas debatit do zgjasëm akoma me emision për 2-3 orë më tepër. Do thotë do zgjasëm shumë emision nesër mbrëma, apo sonte i bie, se tani kem kaluar të data e re dhe për tani aktualisht kaq ishte koha ime dhe pak do ndahem mirë, por nuk do ndahem pa lansuar këngët, pa lansuar dhe shkrimet, por pa inkuadruar dhe shpresa thaqen qofse është tu edhe Sofien. Qofse janë këtu, qofse nuk janë, atëherë gjithçfarë është e këndshme. Po kështu që unë i përshëndes gjithë dëgjuesit, gjithë telefonuesit edhe gjithë dëshkruesit që kanë shkruar me një notë mirë, gjumë tamël, inshallah Zoti ja vep shëndetin, se kur e kanë shëndetin i kanë të gjitha, e ata që janë punë të mbarë, pa lodhje, pa vrasje, ata që janë gjumë tamël, edhe ata që janë smut, inshallah Zoti i shëron e ja vlergon dhimbjet. Kështu ty të përgëzoj shumë edhe shumë përshëndes nga zemra, se gjithmonë të kam dash du edhe për ata tham vlla, se unë këtë i tham dikujt vlla, i tham nga zemra, nuk i tham vetëm nga fjalë. Edhe unë ju dua shumë. Por ja që sonte kaq pas ka pasur kohë dhe shikoj se shkushmëria është në nivel të duhur, por këto janë mundësit, shpejt ikën 2 orë, shpejt ikën, kupton. Po besoj që sonte në orët e mbrëmjes do zgjatëm më tepër dhe do keni hapësirë edhe ju që lexoni poezi, thurni këngë, proza, të shkyqni, do të shkyqni nga mësoj, por të shkoqisim akoma poezitë e juaja të bukura që sjellni pranë mikrofonit. Shumë faleminderit, natën e mirë, e më bani halal se javë morra pak minutë. Jo asnjëherë, është natësi ku dëgjoj zërin e juaj, Dani, je i mrekullueshëm.